Emocione dhe gola ka dhuruar sfida klasike e futbollit shqiptar. Vllaznia ka përmbysur Tiranën duke fituar me rezultatin 3-1 në Loro Boriqi. Kryendeshja kësaj jave në Abisnet Superiore ishte e bukur dhe e luftuar, teksa përballja nisi shumë mirë për Tiranën që kaloi në avantazh me Tabekov. Shkodranët reaguan menjëherë dhe e barazuan shifrat me një supergol të Jagos, ndërsa pak minuta më vonë kapiteni Balaj shënoi golin e avantazhit. Pjesa e parë mbyllet me rezultatin 2-1 për vendasit, që me fillimin e pjesës së dytë detyrohen të luajnë me inferioritet numerik, pasi Kuroj sapo futur në fush u ndëshkua me karton të kuq. Tirana u mundua të përfitojë por nuk arriti dot tek goli. Përkundrazi ishin kuqeblut ata që fituan një penallti që u kthye në gol nga Kastrati. Kështu klasikja u mbyll me rezultatin 3-1 për vllaznin. Trajneri Edi Martini u shfaq tepër i lumtur pas triumfit 3-1 që skuadra e tij arriti në shtëpi ndaj Tiranës. Fitoria që më ka shiju mua tepër se taraneshët e tjera. Jo për faktin sepse ishte loja ndoshta më e mirë, por sot ka dalë në pa aja që ju kam kërku që është në ditën e parë që jam trajnektu shpirti, garës, karakterit djemve, që është notat maksimale, bravo i qoftë, zemër, shpirt, karakter, ndihmë njëri tjetrit. Me të vërtet sa jam i mush. Nga ana tjetër, trajneri i Tiranës Roberto Bordin deklaroi se humbja përballë vllaznisë tregoi se ekipi i tij ka përsëri shumë për të përmirësuar. Kemi bërë një ndeshje të mirë në fillimin e lojës dhe kaluam në avantazh. Patëm probleme pjesën e parë në mesin e fushës dhe morëm 2 gola aty. 2 gola shumë të bukur nga vllaznia, por goli i dytë ishte i evitueshëm. Të parin nuk mund ta menaxhonim, ndërsa i dyti mund të menaxhohej. E mbyllëm mirë pastaj pjesën e parë, por në qoftë se nuk shfrytëzohen rastet normalisht që rezultati pastaj nuk vjen. Në pjesën e dytë kur vllaznia ishte me një futbollist më pak, na i mbylli hapësirat, por përpara se ndeshja të shkonte 3-1, kishim edhe ne 2 raste shumë të mira përballë portierit dhe mund ta ndryshonim komplet rezultatin e ndeshjes. Tashmë pas kësaj fitore, shkodranët ruajnë kreun e rënditjes në kuotën e 19 pikëve.